Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Efi shfaqet në gjendje të rëndë. Çfarë po ndodh? Efi Dedhes ka zgjedhur të largohet përkohësisht nga jeta e zhurmshme e qytetit të Tiranës dhe të qëndrojë në fshat, ku duket se po kërkojnë qetësi shpirtërore. Ish konkurrentja e përputhen dhe finalistja e Bigut ka folur më parë për vështirësitë emocionale që ka përjetuar së fundmi. Në një foto të publikuar nga fshati, Efi ka shoqëruar imazhin me përshkrimin "Gjendje e rëndë", duke lënë të kuptohet se ndodhet në një fazë reflektimi dhe rigjetjeje personale. Shpresojmë që çdo gjë të jetë në rregull me Efin.